Ballafaqimet ndërmjet Kekut dhe Prishtinës gjithnjë kanë qenë interesante dhe i tillë ishte edhe ky takim ndërmjet këtyre dy skuadrave. Keku në këtë ndeshje vinte pas një forme relativisht të mirë, ndërsa Prishtina, që nga ndryshimet në shtabin teknik, ka tejkaluar krizën e fillimit të sezonit. Skuadra vendase e nisi më mirë takimin dhe kaloi në epërsinë e minutën e 16 kur shënoi sulmuesi i ri Berat Grabovci. Në vazhdim të pjesës së parë, Prishtina tentoi disa herë ta barazonte rezultatin, por sulmet e skuadrës kampione përfundonin pa sukses dhe pjesa e parë u përmbyll me epërsi minimale të ekipit të Bylbyl Sokolit. Në të filluar të pjesës së dytë, Keku e shënoi edhe golin e dytë, pas gabimit të mbrojtjes së mysafirëve. Virtut Hashani krosoi bukur për Berat Grabovcin, i cili shënoi edhe një herë dhe ngriti epërsinë e Kekut në 2-0. Pas pësimit të golit të dytë, Prishtina ndryshoi totalisht lojën e saj dhe kryetrajneri Shëngyli bëri disa zavendësime duke futur në lojë Taulan Dajakun dhe Agron Skerajn. Pikërisht, Dajaku dhe Skeraj ishin ata që realizuan golat për skuadrën kryeqytetase në minutat 78 dhe 81 dhe i dhan Prishtinës një pikë në takimin që u duk se Keku do të shënonte fitore pa problem.